Përshëndetje shenja e gafores, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizëm orakull. Në gjendjen tuaj personale kemi kryepriftoresha, budallaj, bota dhe kalorësi i shpatave. Ju po hyni këtë javë me një ndjesi të brendshme shumë të fortë. Ka diçka që e dini, por nuk e keni shprehur plotësisht. Kryepriftoresha ju tregon se intuita juaj është jashtëzakonisht e mbret. Ju nuk duhet të kërkoni përgjigje jashtë vetes, sepse përgjigja është brenda jush. Budallaji sjell një fillim të ri. Brenda jush po lind një dëshirë për të rrezikuar, për të guxuar, për të bërë diçka ndryshe nga zakonisht. Mund të jetë një vendim emocional, një hap në dashuri, një ndryshim mendësie, por ky hap nuk është i pamenduar, është i çliruar, hidhet një hap besimi. Bota tregon mbyllje cikli, e ju po e përfundoni një fazë të rëndësishme personale. Mund të jetë një kapitull ku keni duruar shumë, keni heshtur shumë, ose keni mbajtur shumë brenda vetes. Kalorësi i shpatave tregon se në fund të javës ju do të jeni më të qartë dhe më të drejtë për drejtë. Mund të thoni diçka që e keni mbajtur gjatë, mund të vendosni një kufi, mund të merrni një vendim të prerë. Kartat këshillojnë se ju duhet të mos e nënvlerësoni intuitën, mos veproni nga impulsiviteti, por nga qartësia. Kur të flisni, flisni me vendosmëri. Kjo javë është për rritje personale. Kalojmë tek familja. Në familje kemi vdekja, ylli, 4 monedhat, 4 shkopinjt. Në familje duket një transformim i madh emocional. Vdekja tregon fund të një dinamike. Diçka po ndryshon rrënjësisht, një mënyrë komunikimi, një konflikt i vjetër ose një situatë që ka zgjatur. Ylli sjell shërim, po pas një periudhe të vështirë po vjen qetësimi. Ju ose dikush pranë jush po hap zemrën për të falur, për të kuptuar, për të lënë pas një plag. 4 monedhat tregon frikë nga humbja e kontrollit. Dikush mund të kapet fort pas mendimit të vet, ose pas një sigurie materiale ose emocionale. Por 4 shkopinjt është stabilitet. Në fund të kësaj jave baza familjare forcohet, mund të ketë një ndjenjë ribashkimi ose sigurie. Kartat këshillojnë se ju duhet të mos i rezistoni ndryshimit. Transformimi po ndodh për të sjellë paqe. Duhet të lëshoni kontrollin vetëm aty ku duhet. Kalojmë tek dashuria. Në dashuri kemi 9 kupat, mbretëresha e kupave, 6 shpatat dhe 2 shkopinjt. Dashuria këtë javë është shumë emocionale dhe shumë e ndjeshme për ju. 9 kupat është karta e dëshirës të përmbushur. Mund të merrni një kënaqësi emocionale, një mesazh, një përqafim, një ndjesi që më në fund dikush, ose domethënë personi juaj po ju kupton. Është kënaqësi zemre. Mbretëresha e kupave ju përfaqëson shumë, sepse ajo është mbretëresha e ujit dhe ju jeni shenjë uji. Ju jeni shumë të dashur, intuitiv, ju ndjeni më shumë se sa tregoni. Por kjo kartë po ju paralajmëron, mos i jepni gjithçka nëse personi tjetër nuk po jep në të njëjtën masë. 6 shpatat tregon largim nga turbullira emocionale. Nëse ka pasur tension, kjo javë sjell qetësim, ose ju vendosni të largoheni nga një situatë që ju ka lodhur shpirtërisht, ju ka konsumuar, ju ka raskapitur. 2 shkopinjt është kartë zgjedhje dhe karta e planeve për të ardhmen. Ju ndoshta do të pyesni veten, ku po shkon kjo marrëdhënie? Apo ndërtoj diçka afatgjatë, apo po qëndroj nga emocioni? Nëse jeni në marrëdhënie, ju duhet të flisni për të ardhmen. Kjo nuk është javë për të qëndruar në paqartësi. Nëse personi juaj ju do, ai ose ajo do të jetë gati të ndërtoj plane me ju. Nëse jeni vetëm,
mund të ndjeni një afrimitet me dikë, por ju duhet të vendosni nëse e keni lënë vërtet të shkuarën pas, sepse një 6 shpatat kërkon lëvizje drejt qetësisë, jo rikthim në drama. Kartat këshillojnë se ju meritoni një dashuri që ju qetëson shpirtin, jo që ju mban ankth. Pra mos u kënaqni vetëm me ndjenja, kërkoni drejtim dhe siguri. Kalojmë tek puna. Në punë kemi 3 kupat, 4 shpatat, 6 kupat dhe 9 monedhat. Në punë duket një atmosferë bashkëpunimi. 3 kupat tregon mbështetje ose një arritje të vogël për t'u festuar, por 4 shpatat tregon lodhje psikologjike, por mund t'jenë edhe fizike. Për mua kjo kartë ndonjëherë rezonon edhe me një ndjesi këputjeje, pra duket sikur është te i kaluar limiti me fizikun edhe fiziku e ka të detyruar pushimin, pra të detyron ty që të pushosh, sepse e ke strapasuar veten. Dhe 6 kupat mund të tregoj rikthim të një ideje ose projekti të vjetër, diçka nga e kaluara po kthehet për t'ju sjellë përfitim. 9 monedhat është kartë shumë e bukur, por tregon për stabilitet, tregon për pavarësi financiare, pra duket se po ndërtoni diçka që ju jep siguri personale. Dhe kartat këshillojnë se ju duhet të kujdeseni për energjinë. Puna do të jap fryt, por vetëm nëse nuk sakrifikoni shëndetin emocional dhe fizik. Kalojmë në Prism Oracle ku kemi reflektimin. Kjo javë është pasqyrë për ju. Në çdo situatë që ndodh, po ju tregon diçka për veten tuaj. Ku po e nënvlerësoni veten? Ku po e mbani veten të vogël? Ku jeni gati të rriteni? Pra, ju duhet të reflektoni para çdo vendimi të madh, sepse kjo është një javë shumë shpirtërore. Pak a shumë mesazhi i përgjithshëm mua më lë të nënkuptoj se kjo është një javë mbylljeje, është një javë shërimi dhe vendimesh të qarta. Pra ju po rriteni emocionalisht, ju po mësoni të vendosni kufi dhe po kuptoni se intuita juaj është forca juaj më e madhe. Paçim!